në 6 muajt ose 7 muajt e parë të vitit 2025 i kishim mbi 13.000 aksidente me 60 e ma shumë njerëz të vdekur. Vetëm javët e para të muajt nëntor jemi bërbanduar prej lajmeve në televizione, prej aksidenteve e besa edhe prej vdekjeve që po ndodhin si pasojë e aksidenteve. Qika po mendoni që në këtë emision kemi me e dhënë një kontribut pozitiv, ndoshta secili që na ndjek kur hyp në timon me qenë pak ma i përgjegjshëm, mos me mendu vetëm për veten, po me mendu edhe për familjen, me mendu edhe për tjetrin që është duke vozitur, sepse jo vetëm që po e dëmtojnë veten, po i dëmtojnë edhe njerëzit e tjerë në komunikacion. E ndoshta i thrasin pak ndërgjegjeve të njerëzve dhe bëhen më të kujdesshëm në komunikacion. Vale, po filloj me ty, pse po na vinë gjithë këto aksidente? Për një javë, 2 gra e humbën jetën në aksident. Çka po ndikon që me qenë, nuk po them kaq të pa shpirt, po kaq të pavetëdijshëm për damin e madh që shkaktojmë si njerëz? Po gane është jashtëzakonisht shqetësuese numri i aksidenteve, edhe atyne me lëndime, edhe atyne me fatalitet. Është e dhëmshme kjo dukuri që është të ndodhë. Këto fajnë kryesore ka shteti, sepse unë menoj dhe besoj që do të me pas masa ndëshkuese shumë rigoroze për shpejtësitë e mëdha, sidomos për shpejtësitë që e te i kalojnë një shpejtësi të caktuar që është në një rrugë të caktuar. Është shumë e rëndësishme që edhe policët rrugor kur ta ndalojnë dikën në asnjë formë, në asnjë mënyrë të mos falet. Na jena njerëz, jem të gabueshëm, ndonjëherë ndodhet në presion të kohës, e na shqiptarët gjithmonë jena në presion të kohës, na duhet si popull, si njerëz, si individ me e eduku vetveten, me arrit në kohë, me arrit nëse kena një punë caktuar ose një termin caktuar, më mundu më nis me kohë, jo në momentin e fundit, jo në presion tani të kohës, me shkaktu probleme edhe për vetin edhe për tjetrin. Sot nuk është të lashja vetëm ona po di me vozit. Sa do e koncentruar që jem në rrugë, sa do mirë që vozisi, sa do ta kem mendjen të timoni, na rrezikohemi prej atij tjetrit që ndoshta se ka mendjen të timoni. Nuk është gjithmonë që unë që kujdesna, unë e di ose s'di, po është problemi që na shkaktojmë ose kemi rrezik nga ndaj dikujt tjetër. Është e dhëmshme edhe është shumë shqetësuese kur del dikush në rrugë apo kthehet. Sinqerisht, për secilin që e merr makinën me dal në rrugë është ajo ideja apo na kthehet ç'na është mirë. Po këto fajet, ndoshta s'po them fajet për përgjithësitë. Përgjithësinë do të marr shteti, organet kompetente që masat që janë të caktuara në asnjë formë mos milo anash, po mu dënohen, mu dëshkuar me gjobën e merituar ashtu që kanë edhe të caktuar.